Përshëndetje, miq. Sot është një tim në lidhje me 6 zhvillime shpirtërore të rëndësishme që po ndodhin në afatin tonë kohor. Ndoshta që të gjithë ju duket që është një energji intensive, konfuse, ose ndoshta edhe jemi duke menduar që po ndodhin ndryshime të mëdha. Dhe përgjigja për të gjithë ju është, nëse ju i ndjeni këto gjëra, do të thotë që ju jeni sinkron me shpirtin tuaj. Mësoni që në këtë afat kohor do të kuptoni, e para është që vetmia është e rëndësishme për të gjithë ne, për të lidhur me qëllim që të bëhemi, pra me veten tonë, me qëllim që të bëhemi të vetëdijshëm për atë se çfarë ka ndodhur me ne, çfarë kemi kaluar dhe se çfarë po kalojmë. Ndërkohë, të kuptoni që ka dhe një ndikim tjetër, është afati aktual, pra afati kohor aktual. Dhe në këtë rast, ne jemi që të gjithë si qenie njerëzore të ftuar që të lidhemi me ndërgjegjësimin tonë të lartë, me veten tonë të lartë. Ne jemi të ftuar që ne të vetëdijsohemi se kush ne jemi në të vërtetë, dhe ne jemi të ftuar që ne të fillojmë të kuptojmë çfarë ne kemi kaluar dhe se çfarë ne po kalojmë në lidhje me të gjitha situatat, në të gjitha ngjarjet për të cilën që të gjithë ne kemi kaluar në këtë jetë, për arsye sepse në fund të fundit çfarë do lloj që ka ndodhur me ne nuk ka ndodhur pa një qëllim. Pra, me një fjalë bëhet fjalë që ne, duke u lidhur me veten tonë, ne do të mësojmë që ne jemi qenie të ndërgjegjësuar dhe kjo ka të bëjë me ndërgjegjen tonë me botën shpirtërore. Kjo ka të bëjë me atë që periardhja jonë është bota shpirtërore dhe të dimë që çfarë do lloj që ne pra kemi kaluar apo po kalojmë, ne herët avon do t'i mësojmë këto gjëra dhe kjo na lidh, pra na lidh me botën tonë shpirtërore. Kështu ka qenë ecuria vetëm se një gjë, si qenie pra nga shekuj në shekuj këto gjëra është, kështu jemi krijuar dhe kështu është rritja jonë e ndërgjegjësimit të lartë. Por ajo që po bëhet thirrje është sepse për një 2 shekuj me radhë është krijuar një lloj shkëputje nga bota shpirtërore dhe kjo është që ne jemi të ftuar tani që të mësojmë vërtetësinë dhe sigurisht çfarë do të tregoj nuk do të thotë që ka përfunduar, sepse shpirti, bota shpirtërore nuk njeh kurrë as fillim as fund, por gjithsesi ju do të ndjeni këto gjëra, bëhet fjalë që ne të ndihmohemi, që ne të lidhemi me ndërgjegjen tonë të lartë, me botën tonë shpirtërore dhe me vetëdijen tonë kush ne jemi në të vërtetë. Dhe këto 6 shenja janë, të kuptoni para se të filloj, që të gjithë ne, çfarë po ndodh tani, është se po ndihmohemi nga fuqitë e larta të mençurisë së mësimeve të universit, të vërtetësisë, që ju janë kryeangjëjt, janë mjeshtrat e dritës, angjëj për të cilën i shërbejnë pra mençurisë së mësimeve të universit nga burimi krijues, që në këtë rast të nisni Zoti e të nisni universin, pra çdo gjë, ekzistenca e jetës tonë, sepse në fund të fundit është krijuar nga perfeksionizmi dhe këtë e ka krijuar krijesa, që e të nisni tash dhe njerë Zoti apo universi bollshëm dhe rolin kryesor e luajnë pra kryeangjëjt, mjeshtrat e dritës dhe angjëjt që shpërndajnë dritën e vërtetësisë së mësimeve të universit. Në këtë rast, le të fillojmë me shenjën e parë, është vetmia, është edhe
pra argëzimi shpirtëror. Besoni që koha për të cilën e po kalojmë tani ne kemi hyrë në një shekull të ri, shekulli i ndërgjegjësimit të lartë kolektiv, pra qenia njerëzore është duke u zhvilluar dhe ashtu sikurse universi ndryshon çdo sekondë të jetës, jemi dhe ne si qenie njerëzore që ndryshojmë. Dhe në këtë rast është nga zhvillimi i evolucionit, pra shekull me shekull ka ndryshime dhe në këtë shekull jemi dhe në evolucionin digital për të cilën mos ju vi çudi që e ardhmja, pra ne jemi në një ndërgjegjësim të lartë të kohës, për arsye se pra ndikim ka edhe futja e kompjuterit për të cilën ndryshoi të ardhmen tonë dhe si a ishte më përpara, a njëshe puna, pra puna për të cilën ne duhet punojmë, sepse do të jetojmë, a njëshe më përpara në shtëpi, pra që të gjithë është bërëzakon. Por kujdes, sepse për një pjesë për të cilën ndjen të vetmuar, pra ndjen të vetmuar, kjo rritje e vetmis tani në këtë kohë të zhvillimit të revolucionit digital, pra të futjes së kompjuterizimit dhe të punës në shtëpi, ndoshta ndjehet më shumë për ju. Gjithsesi ne ndihmohemi, kjo nuk ndodh pa qëllim, asnjë gjë nuk ndodh pa qëllim në këtë, çfarëdo lloj krizash që të ndodhin, është për zhvillimin ton, sepse ne bëhemi të ndërgjegjshëm çfarë po ndodh dhe ne të marrim një zgjidhje. Dhe në këtë rast, edhe ju në qoftë se ndjeni vetmi, kjo ju bën që ju të merrni një zgjidhje. Dhe në këtë mënyrë është që ne ndihmohemi, pra siç u thash, ndodh sepse ne kemi një ndikim dhe nga frekuencat e larta për të cilën ndjejmë energjinë tonë. Dhe mos ju vi çudi pse ndodh me ju, me mua, pra kudo që jeni, ndoshta shtriheni dhe ngdhiheni që çfarë po ndodh me mua, apo mendime, apo ide, apo çfarëdo lloj që keni, për të cilën ju keni filluar që të kërkoni zgjidhje. Dhe kjo zgjidhje është që ju ndihmojeni dhe në këtë rast nuk jeni pa qëllim këtu. Gjithsesi, gjithçka që ne bëhet, pra kur nuk jemi vetëm, kur nuk do të jemi vetëm, është që ne do të lidhemi si individ, çdo individ, për të njohur veten tonë kush ne jemi, dhe e dyta, kush është personi që kemi ne në shpirtin tonë. Pra, me një fjalë që të gjithë shenja, pra më e rëndësishme që ndjeni, pra zhvillimi më i rëndësishëm është që ju ndjeni të vetmuar. Por kjo dhuratë e vetmis, ta pranoni dhe nuk ju detyroj, por ju në qoftë se jeni të lirë, pra jeni të lirë, të jeni të sigurt që ju ndihmojeni dhe jo pa qëllim jeni këtu se ju po ndihmojeni, ju keni bërë lutje apo çfarë kërkoni në jetën tuaj, sepse është shpirti juaj që zgjedh, dhe në këtë rast ju do të arrini, në qoftë se ju jeni të lirë për të vazhduar të ndiqni dhe të lidheni me vetmin tuaj, me veten tuaj, të filloni të doni veten tuaj, ju do të arrini të njiheni me brendësinë e vetes tuaj, sepse do të lidheni, sa më shumë ju lidheni me veten tuaj, aq më shumë me brendësinë. Do të njihni të tjerët dhe ndërkohë do të njihni të gjitha situatat apo ngjarjet për të cilën keni kaluar dhe po kaloni tani. Dhe kjo është me të vërtet do t'ju sjellë ju dhe ndoshta e ndjeni që keni një intuit të lartë që nuk e keni patur dhe më përpara, edhe pse janë mësime të vërtetësisë së jetës që ju nuk i keni dëgjuar më përpara, pra deri tani. Gjithsesi, kjo është që ne po lidhemi me veten tonë të lartë. Dhe në momentin që ju keni krijuar këtë aftësi, në momentin që ju filloni të doni veten tuaj, ju jeni do të arrini, ose keni arritur dhe sidomos ju që ndiqni videot e mia jeni të sigurt për këtë, që jeni në këtë moment arritjes, pra keni një ndryshim, keni një zhvillim, nuk jeni si dikur, por gjithsesi në çfarëdo lloj niveli që të jeni, ju do të arrini me fuqitë e larta, të lidheni pra me fuqitë e larta, dhe në këtë rast bëhet fjalë me veten tuaj të lartë, me shpirtin tuaj të lartë, dhe pyetja është që të kuptoni më mirë, por kush janë këto fuqi të larta? Për të cilën
Janë ëngjëjt, mjeshtrat, kryeëngjëjt, ashtu si kurse i kam dhe unë, i keni dhe ju. Pra ne jemi të lidhur, sepse është mençuria e mësimeve të universit që i ndihmojnë pra bukurisë së jetës, zhvillimit të dashurisë pa kushte, zhvillimit të jetës në paqe, zhvillimin e jetës në mirësi, në dashuri, në falënderim për çdo gjë dhe gjithçka. Më falni se kam çik në zë problem, por është energjia. Ndoshta ndjeni ndonjë ulje të zërit, gjithsesi këto mund të ndodhin, por të kuptoni që kush janë këto fuqi dhe është dorëzimi. Sa ju i dorëzojni dhe zgjidhni të doni veten tuaj, është besimi sa ju i besoni vetes tuaj, pra të besoni në veten tuaj, është paqja e brendshme, sa më shumë të hyni në thellësi, aq më shumë ju do të arrini në këtë paqe të bukur të jetës dhe çfarë do të arrihet. Pasapi ju do të lirojnë nga çdo lloj bllokade që do të lidheni me dashurinë pa kushte, me dashurinë e vërtet hyjnore. Gjithsesi të gjitha këto forca nuk është se do të pra fuqi këto, nuk është se ne do të mësojmë me këto, do të mësojmë hap pas hapi, pra koha na shëron, lidhja me veten tonë na shëron, dashuria me veten tonë na shëron, optimizmi na shëron, ndjekja e higjienës shpirtërore, pra të rrugëve të higjienës na shërojnë, dhe kjo është që gradualisht ne arrim pra të ndërgjegjësohemi hap pas hapi me atë se çfarë kemi kaluar, çfarë po kalojmë dhe se çfarë do të atë që do bëjmë sot do të vazhdojmë në të ardhmen. Pra, vetmia është dhurat, pranojeni dhe është e domosdoshme dhe e nevojshme. Pra, kjo është që të kuptoni që në qoftë se ju ndjeni vetmuar në këtë, pra në këtë kohë, të afatit kohë, të kuptoni që vetëm kjo mënyrë që unë po të tregoj, është që ne do të luftojmë vetmin, pra do të largojmë për të jetuar jetën, se jeta është e shkurtër për të vuajtur. Shën tjetër që ju pra ka zhvillim, ju e kuptoni që ne po shkëputemi nga lidhjet dhe nga grupimet që ne kemi patur, pra po shkëputemi, dhe kjo është që ne ndihmohemi nga këto frekuencat e larta, pra energjitë e larta, frekuencat e larta të qiellit dhe që kanë zbritur në tokë, që ne po ndihmohemi me qëllim që ne të shkëputemi nga këto lidhje të vjetra. Me një fjalë, ndoshta ju e kuptoni që sidomos kur lidheni me veten tuaj, që për një pjesë ndoshta keni qenë që besoni shumë në fetë tuaja, se cili jeni unik dhe dini se ku keni besuar dhe zakonisht ne kemi ndjekur besimet sipas se kështu ka qenë, ishnin pra të fistit, të familjes e të tjera, gjithsesi, apo të vendit, apo të kulturës e tjera. Qa do të thotë, pra, si thua një shpërbërje, pra një largim, pra pjesë e antarëve largohen, po kështu ndoshta në për sindikata, pjesëtarë në për sindikata të ndryshme, ose në lidhje me shpërbërjen brenda familjes, ose edhe vetë marrëdhëniet, pra në lidhje me martesat, në lidhje me familjen, pra ka një shpërbërje, ka një shkëputje. Pra që të gjithë e dini, gjithse pra e ndjeni që po ndodhin në këtë kohë. Të gjitha këto një pjesë ndoshta nuk e kuptojnë që kjo shkëputje, pra është ndodh në mënyrë, pra tek të gjithë po në mënyrë të pavetëdijshme, pra nuk e kuptojnë pse po shkëputemi, pse po ndodh kjo. Gjithsesi, e gjitha që bëhet është që ne do të lidhemi me veten tonë dhe duke u shkëputur nga të gjitha këto lloje, pra nga duke u shpërbër, sepse ne shkëputemi, por duke u shpërbër, si për shembull humbja e antarëve në fe të ndryshme, apo sindikata, apo në familje, do të kuptojmë që herët avon, kjo lloj shkëputje është që do të na përballi, pra edhe pse nuk e kuptojmë, edhe pse po vjen avash kjo lloj shpërbërje, do të na përballi, pra me dy arsye, me dy gjëra, me dy rrugë. E para, një pjesë që një njerëzore, duke qëndruar në në mënyrë të pavetëdijshme, pa e kuptuar se po ndodh kjo
mund të qëndrojnë në zemërim, në zhgënjim, në hidhërim e të tjera. Nërsa një pjesë tjetër e kupton që do të pari veten në fuqi, pra guxon, lidhet me veten e vet, por çfarë ndodh? Duke qenë në rolin viktim, qëndrojnë akoma të mbyllur në ego, pra në mendimet e egos, për të cilën kjo i bën që të qëndrojnë në fuqinë e egos. Dhe çfarë do të thotë fuqia e egos? Me të drejtë se ne duam të mbrojmë veten, dhe në këtë rast krenar, në këtë rast pra si duash të dukesh, ose në këtë rast të mos pranosh ato që veti e fajtor, por kanë të tjerët fajin, pra të vëzhgishtin këtë të tjera. Pra sa do që e marrin veten, pra duan të marrin veten, e bëjnë në impulset e egos, dhe kjo shkrenaria, mbrojtja, pra mos pranojmë pra gabimet e të tjera, sepse ne jemi perfekt. Ne jemi që një njerëzore që ne bëjmë gabime, dhe nga gabimet ne mësojmë. Dhe sa më shumë ne të mësojmë nga gabimet, aq më shumë ne ecim përpara. Pra, mos ju vi çudi që ndodh kaos tani në këtë botë, sepse jemi ndarë në dy realitete, në njëri krahas drita që shkëlqejnë vërtetësinë e jetës, dashurinë pa kushte, dhe në krahun tjetër janë njerëzit që qëndrojnë në rolin viktim, pa e ditur, pra të zgjedhin, pra qëndrojnë me zemërim, me zhgënjime apo me xhelozi e të tjera. Gjithsesi pyetja është, ju do të ndjeni tani që a do të qëndroni me ego, pra do të zgjidhni që të vuani, apo do të zgjidhni në veten tuaj të lartë për të krijuar të jetoni jetën, se ka dhe një mënyrë tjetër të jetës. Dhe në këtë rast, në qoftë se ju do të qëndroni me egon, me të kaluar dhe se çfarë do të sjellë ardhmja dhe nuk jetoni në momentin prezent, ju krijoni akoma ngulitje akoma ngurtësime në veten tuaj, pra ngurtësime duke i dhënë fuqi egos tuaj, dhe kjo është që ju rrini në energji të ulta, në energji të errta, për të cilën nuk ju bën që ju të zhvilloni dhe të lidheni me veten tuaj të lartë, dhe kjo ju sjell pengesa për të realizuar dëshirat tuaja në çdo aspekt të jetës. Tjetër bëhet fjalë për a ka zgjidhje, dhe pyetja është, po mrekullise, prandaj jeni këtu. Ka zgjidhje dhe është mënyra më e bukur dhe më e mençur duke pranuar atë që thash në fillim, vetmin, në qoftë se ju ndjeni të vetmuar në çdo aspekt të jetës. Pra e ndjeni që jeni bosh, e ndjeni që diçka nuk shkon, por nuk e dini të jepni zgjidhje, atëherë ne do të pranojmë vetmin ton, ne do ta pranojmë vetmin, pra të gjeni kohë, edhe pse i shërbeni të tjerëve, edhe pse duhet të ndihmojmë fëmijët, sepse në fund të fundit ne jemi që njerëzore që ne do të ndihmojmë, do të mësojmë, por ne do të krijojmë, por tani të lidhur, por para se të lidhemi me interesin, pra me nevojë, pra unë kam nevojë, unë të bëj këtë, ti më bëj atë, ne duhet të kuptojmë që ka dhe një mënyrë tjetër, dhe kjo mënyrë është që ne të futemi në brendësi të shpirtit ton, të lidhemi me veten ton do të na lidhi me shpirtin, dhe shpirti jon do të na ndërgjegjësoj, do të na vetdijesoj për atë se çfarë ka ndodhur dhe çfarë po ndodh, me qëllim që ne të fillojmë të zhvillojmë dhe të krijojmë një situatë apo ngjarje apo çfarë do lloj në çdo aspekt të marrëdhënies, pra në fillim me veten ton, ku ne arrim në veten ton, ne jemi në gjendje të japim bukuri përreth dhe më gjatë. Kuptoni që në qoftë se një pjesë e njerëzve nuk do të arrin të zgjedhin të lidhen me veten e tyre, por do të vazhdojnë të rrinë me gjërat që është e lehtë të dëgjojnë nga të tjerët, pra është e lehtë dhe të vazhdojnë të ndjekin të tjerët, pra në këtë rast mendimet e egove, atëherë këto ngulitje do të forcojnë akoma më shumë, energjinë do ta bllokojnë akoma më shumë, dhe mos ju çudi që edhe do të vuani. Gjithsesi pyetja është, po përse, kush janë këto ngulitje që të egos, që mësoni që kjo ndodh sepse pra në të kaluarën impulset e egos, pra vetë mendimet e egos, automatikisht pra hynë
në veten tonë, në ndërgjegjen tonë, pra në mënyrë automatike, pra pilote, sepse në atë kohë ishte niveli, pra në kohën e kaluar, ishte niveli pra duke përdorur nivelin më të lartë të skaluarës dhe në këtë rast, në atë kohë ishte një mrekulli që njerëzit ndihmonin njëri tjetrin, ishte një mrekulli solidarizimi me njëri tjetrin, ishte një mrekulli për bamirësi. Okej, pse? Sepse në atë kohë ishte krizë, si kriza nga lufta e parë botërore, lufta e dytë botërore që ishte në shekullin 20. Dhe ne si fëmijë, ndoshta unë nuk mora pjesë me luftën, por unë kalova si fëmijë kriza nga më të ndryshme. Vetëm një gjë të themi ishte që unë u edukova në një edukim të një vendi të izoluar, të një regjimi komunist, për të cilën sot në këtë kohë, a mund të qëndroj akoma me ato ide, ato mendime, ato mësime që unë mësova? Sigurisht që unë nuk qëndrova me ato, sepse unë u rrita, nga fëmijë unë u zhvillova, por këto ngulitje dhe sidomos frika për popullin tim është akoma në brendësi, patëm pastaj traditat, kultura, besimet e të tjera. Gjithsesi ne kemi hyrë në një evolucion të ri, sepse universi zhvillohet çdo ditë, dhe në këtë rast këto ngulitje automatikisht ishin në atë kohë, por në këtë kohë që ne jemi në këtë shekull të ri, 21, pra pas viteve 2000, ju e shihni që ka ndryshime. Edhe pse ka kriza, asgjë nuk ndodh pa qëllim, por ka të bëjë me atë që pra këto ngulitje, këto gjëra, frika, apo çfarë do lloj për njerëzit që me të vërtetë zgjedhin për veten e tyre, është me fjalë është si po zhduken, nuk janë zhdukur komplet, po zhduken dhe prandaj jemi në dy realitete, pra njëri janë flegjum, tjetri është duke vazhduar, duke jetuar pra në jetën në mënyrën e vet, sepse kur ne duam veten, ne duam dhe të tjerët, por ne nuk ndërhyjmë në jetën e të tjerëve, sepse që të gjithë jemi unik dhe që të gjithë zgjedhin atë që duan. Pra në këtë këndvështrim bëhet fjalë që të gjithë ne jemi të thirrur, që të gjithë ne jemi si që njerëzore të thirrur, që të marrim përgjegjësinë në veten tonë, dhe jo vetëm përgjegjësinë, por edhe të zhvillohemi shpirtërisht. Prandaj kjo zgjidhja vendimtare që po kërkohet dhe që të gjithë një pjesë, edhe nëse ndodh diçka, pra sidomos të mësoni një gjë, krizat janë që sjellin zhvillim, duam apo na bëjnë që të zhvillohemi si që njerëzore, por edhe dhimbjet që ne kemi, kur ne I pranojmë, edhe ne do të shërohemi. Dhe në këtë rast bëhet pyetja, okej, që të gjithë ne pra jemi të ftuar që të ndryshojmë, pra si të vazhdojmë të me ego mendore apo me veten tonë të lartë. Dhe në këtë rast, si të dilni, bëhet pyetja, si të dilni nga mendime, sepse kanë qenë të ngulitura, pra. Është vërtet që këto energji të ulta, të ngulitura, për atë kohë, në kaluarën ishin mirë, nuk shërbejnë tani. Atëre, ne jemi që ne ndihmohemi nga frekuencat e larta, dhe kjo është që të ndodhë që ju shkëputeni dhe dukeni që nuk keni as në botën e parë, as tani, as me njerëzit që keni pas qetë për para, më të tash, pra ju shkëputeni dhe kjo është që ne ndihmohemi dhe na bën që ne me të vërtetë të shkëputemi nga lidhjet kutit tona të ndryshme që kemi krijuar dhe e gjitha që bëhet, pra frekuencat e larta, ëngjët njështa kryëngjët, është që pra mençuria e vërtetësisë e jetës, është që ne të mësojmë të lidhemi me njërin tjetrin, pavarësisht se jemi të ndryshëm. Dhe faktikisht jemi të ndryshëm, dhe gishtat janë të ndryshëm, dhe brenda familjes të ndryshëm. Pra ne si qenie gjitha kjo sjell, pra që ne si qenie njerëzore, me afat gjatë, nuk vjen asgjë tani, sot fillove dhe nesër do të bësh mirë, asgjë, sepse këto janë ngulitje për të cilën duan kohë, duan me të vërtetë energjia nuk shkatërrohet, çfarë ne kemi kaluar është atje, por ne e transformojmë energjinë duke krijuar nga energji të ulta në energji të larta,
Pra nga zemërimi, nga xhelozia në optimizëm, edhe kjo vjen hapasapi, atëre ne do të arrim në një qenie, pra që të gjithë si individ jemi të ftuar, ne do të arrim si qenie njerëzore, humane, të larmishme. Dhe jo vetëm kaq, po ne do të arrim në një botë ku në të njëjtën kohë do të ketë paqe, do të ketë jo grindje apo as konflikte. Pra do të jetë një mrekulli. Por kjo është një thirrje për të gjithë ne, për të dalë nga mendimet dhe vetmja mënyrë është që ne me të vërtetë jemi të ftuar që të lidhemi me veten tonë dhe të kthejmë energjinë në veten tonë në fillim dhe aftësinë dhe misionin dhe drejtimin se që të gjithë e kemi në zemër. Kjo zemër ka irin rinor dhe prandaj duke hyrë në brendësi të vetes tonë, duke qëndruar me veten tonë, duke luftuar vetmin për të cilën shumë njerëz vuajnë dhe ne ndihmohemi dhe kjo është që ne shkëputemi nga lidhjet e vjetra. Kjo është që ne do të arrim me të vërtetë që të mësohemi dhe të ndihemi të gjithë tamam si qenie humane. Pra që të gjithë një, që të gjithë, sepse në fund të fundit gjithçka që ekziston, ju, unë, çdo gjë jemi universi dhe që të gjithë jemi një dhe kjo është ekzistenca. Për të cilën që të gjithë, edhe pse të nis një Zot, edhe pse të nis një univers, to janë mrekulli që na ka dhuruar këtë jetë dhe sot për sot është jeta në tokë për të cilën ne duke u lidhur me veten tonë të lartë, ne do të lidhemi në dy këmbët tona në tokë dhe me kokën drejt, shtylla kryqëzore, energjia është komplet e hapur, pra 7 chakrat tona, atmosfera jon, aura jon do të ndriçohet në ngjyrat e Ilberit. Dhe kjo është që në afatgjat, pra në vizion në afatgjat, apasapi, ne do të arrim në këtë mrekulli. Pra, planoni që kaos në tokë që po ndodh tani, apo konfuzione, apo çfarë do lloj krize, apo çfarë do lloj, këto nuk janë se ndodhin pa qëllim, por ne duhet të pranojmë që përmes këtyre krizave ne do të zhvillohemi si qenie njerëzore, sepse ne do të kuptojmë që ne ëngjit na kërkojnë, pra kryeëngjit mjeshtrat e dritës, pra mençuria e vërtetësisë kërkon që ne të mos bashkangjitemi as kombit, as një populli, as një kulture, as një feje, por këto do të shpërbëhen hapasapi, do të shpërbëhen sepse do të krijohet një qenie njerëzore humane e larmishme, ose ne do të bëhemi, jo ose po do të bëhemi, sigurisht varet, energjia nuk jep mosh, energjia vazhdon, është shpirti është i përjetshëm, pra vazhdojnë ndryshimet në afatgjat, por një pjesë nga ne mund ta jetojnë dhe unë po jetoj këtë mrekulli të jetës dhe pse po jetoj në këtë tokë me kriza nga më të ndryshmet, jeta ime është një mrekulli ashtu sikurse dhe ju nëse e keni arritur që jeni në paqe, jetë pa stres, dini të shkoni me familjet tuaj, me të gjithë, edhe pse janë me egon, edhe pse ka akoma impulse ego, pra krenaria, apo mburrja, apo turja mbas materjes e tjera, edhe pse ka akoma, por këto gjëra hapasapi ka ardhur koha që do të jetë kufiri edhe çdo gjë që nuk na shërben më, do të rri atje pa i gjykuar, do të rri atje, sepse asgjë nuk ndodh pa qëllim. Por ne mësojmë nga të metat dhe vazhdojmë përpara, sepse dhe universi ecën përpara. Dhe jo vetëm që do të bëhemi qytetarë të botës, pra kemi të drejtë të jetojmë në këtë glob pa vende, pa kombe, pa troç, ke të drejtë jetosh kudo që të shkosh, sepse e ka krijuar Perëndia, e ka krijuar askush, Perëndia ka krijuar këtë mrekulli. E askujt nuk është kjo mrekulli, kjo magji e jetës, është e të gjithëve dhe e çdo gjëje që ekziston në këtë botë mrekullueshme, në këtë tokë. Dhe e dyta është që feja dhe besimi jon, pra çdo gjë do shpërbëhet, moj kombi, moj popullsi, në kuptimin e asaj që nuk jemi pse jemi të ndarë, por jemi unik, do bëhemi që të gjithë më paqe, pa konflikte,
pa grindje, është që kjo do të arrije që besimi dhe feja e çdo individi do t'jetë mençuria, do t'jetë pretësia, do t'jetë lidhja me burimin tonë të brendshëm, që është zemra jonë, do t'jetë ajo që ne si person do të lidhemi me botën e gjallë që ekziston. Toka mëm ka një vetëdije të gjallë, është gjallë, po të mos kishim ujë, ajër, tokë edhe zjarë, po edhe metala, do të kishte jetë. Pra këto i ka krijuar perfekcionizmi i Zotit, i universit të boqëm. Atere, të kuptoni që këto janë që ne do të shkëputemi nga impulset e egos dhe do të krijojmë një qenie humane e larmishme, ku të gjithë do të jetojmë në barazi, liri, vllazëri, dhe kjo është moto e këtij shekulli të ri, dhe mbi të gjitha, jeto dhe le të jetojmë. Kjo është bukuria e jetës. Tjetër, shën tjetër që do të ndjeni shumë nga ju e kuptoni tani dhe në mbar botën që dëshira për vërtetësi, dëshira për unitetin tonë, pra që të gjithë ne jemi unik, dhe kjo është që ne ndihmohemi nga kryeëngjëjt, pra ëngjëjt mjeshtrat e dritës që japin vërtetësinë, dritën hyjnore. Dhe kjo është që ne lidhemi dhe ne ndihmojmë apasapi me mësimet e vërtetësisë, së bukurisë së jetës, sepse ku ne pranojmë veten tonë, ku ne duam veten tonë, ku ne hapim zemrën, ne lidhemi sinkron me shpirtin tonë dhe ne fillojmë të mësojmë gjëra të reja që ne nuk i kemi ditur më parë. Por këto gjëra të reja janë aftësia juaj e re shpirtërore për të cilën ju drejtoni ju në drejtimin e drejtë, sepse ne jemi që të gjithë që një njerëzore të mishëruar në tokë, me të programuar me mision dhe me drejtim dhe është në zemrën tonë, kjo zemër astrale, ku ne bëjmë një punë të mrekullueshme që vazhdojmë, pra ndjekim të duam veten tonë në fillim, pra të lidhemi me veten tonë, të arrim të duam veten tonë, ku ne duam veten tonë, ne jemi në gjendje të ndihmojmë përreth. Dhe sipas asaj që të gjithë jeni unik, që të gjithë kur ju vazhdoni, kërkoni vërtetësinë në veten tuaj, më dhe në veten tuaj, jo ju me të tjerët, po dhe në veten tuaj, pra e ndihni, ju zbrisni në tokë, pra kryeëngjëjt mjeshtrat, mençuria e mësime, ju bëni ju që të zbrisni të tokë dhe ju të vazhdoni të mishëroheni në këtë tokë duke mësuar jetën, pra vazhdimin nga ana juaj shpirtërore, duke vazhduar sepse shpirti kërkon rritje, zhvillim, ju do të arrini në vërtetësinë e vërtetë të jetës, kush ju jeni në të vërtetë dhe se çfarë doni të bëni në të ardhmen. Pra me një fjalë, kur ju, një pjesë nga ju, arrini në të vërtetë kush ju jeni në të vërtetë, në autenticitetin tuaj, në veten tuaj unike, ju do të ndjeni këto. E para, ne nuk është se ne përplasemi me muret e të tjerëve, por ne hymë në brendësinë e zemrës së tyre. Kjo është përfshirja në zemrën e tyre, sepse ne e dim që ata janë të lënduar se jemi me vete lënduar. Tjetër është që ne nuk i marrim më përgjigjet nga mendja, po ne ndjejmë në zemër me çfarë ne rezolojmë dhe atë ne pyesim zemrën dhe për atë ne vazhdojmë pra zhvillimin tonë shpirtëror. Tjetër ne jemi po kështu kur jemi të lidhur me veten tonë të lartë, pra që i shërbejmë mësimeve të Zotit, të universit, pra ka të bëjmë atë që ne nuk durojmë që njerëzit të detyrohen ti përgjigjen rregullave të mirësjelljes, që janë në thonjza gjëja më të rëndësishme se ajo që ne ndjejmë në brendësi. Pra është koha, ne nuk e tolerojmë më. Pra kjo është një mrekulli se unë e mësova këtë, se unë e dija që diçka nuk më shkonte, që kur isha fëmijë, dhe përpiqesha të bëja atë që ishte më e mirë për mua, pa prekur të tjerët, por mua nuk më linin të tjerët të bëja atë që dua, sepse ishte regjimi, edhe sidomos në Shqipëri, edhe në qytetet e vogla të pazhvilluara, që vetëm pra me traditat e së vjetrës, të vjetrë, ndërkohë që universi zhvilloheshe dhe unë kisha një energji tjetër. Gjithsesi, pra ne duhet i përshtateshim normat, sigurisht, por unë kur nuk u përshtata, dhe gjithmonë më zhvëngishti, po gjithsesi kam mësuar shumë nga këto gjëra. Tjetër është, ne nuk lejojmë që të tjerë
të fshihen bas normave civile të mirësjelljes nga frika. Dhe këtë nuk e lurojmë, sepse unë e di që frika është iluzion, thjesht është iluzion. Na kanë mbajtur të tjerët në kontroll, duke na marrë, duke na vjedhur atë aftësinë, talentin. Se ma morën bukurinë e rinisë. Dhe kjo është që unë u rrita gjatë eksperiencës së jetës me dhimbje, me sfida nga më të ndryshme, por gjithsesi unë nuk i kam gjykuar se në fund të fundit ato mësohën këtu që jam dikushi, se pa i ditur ato nuk do dija ku do isha sot, po është një bekim. Bekojni këtë, bekojni veten tuaj, vetmin tuaj, lidhuni me veten tuaj, duajni veten tuaj, se është jeta më e bukur që auroj që të gjithë. Tjetër, ne nuk tolerojmë që njerëzit të mbyllen. Dhe ju që jeni këtu, ne nuk i tolerojmë angjët, sepse ju kërkoni të dilni, kur ju kërkoni që jeni të lirë, sa askush nuk i prek lirin, ne nuk i lejmë, do me thënë që të rinë të mbyllur, pra të çfarë ka ndodhur, përkundazi ne ju tregojmë se një nga arsye, për çfarë do lloj arsye që të jeni të mbyllur, për që ndjeni që doni të mbylleni në veten tuaj. Për çfarë do lloj arsye, por një nga ato për shembull është që ne e dimë që një nga arsyet që ne qëndrojmë, pra nuk kemi fuqi ose qëndrojmë të mbyllur ose nuk jemi të sigurt, është familja jonë i ershëm, pa të pastaj gjërat të tjera. Pra me një fjalë, ne jemi të ftuar që të gjithë, ju që ndiqni këto video tia, por edhe në të gjithë globin ton, sepse është afatikor aktual që e kërkon këtë dhe hap pas hapi me vizion larg pamës, që të gjithë ne si që njerëzore do të ulemi dhe do të fillojmë të mësojmë murin që kemi krijuar në veten tonë, muret dhe blokadave të energjisë që kemi krijuar në veten ne, dhe që të gjithë ne jemi të ftuar që do ulemi me veten tonë, do të rrimë me veten tonë, dhe kjo shtull mbas shtulle do të hiqen, pra tull mbas tull, jo murin për njerë, se nuk arrihet, nuk mund të shëmbet për njerë. Dhe mund të shëmbet, por nuk arrimi asgjë, se shumica kanë filluar pra që e përdorin këtë lloj mençurie, duke krijuar direkt, arrin të hapin syrin e tretë, sepse është mençuria, direkt duke bërë disa punë e tyre çfarë, pra ta heqin për njerë që të fillojnë, por kjo të kuptonin gjë, për sa kohë edhe kanë arritur, se i shihni që janë shumë veta punojnë nga shtëpia nëpërmjet social mediave, YouTube e tjera, nga më që e kanë këtë aftësi, se në fund të fundit i shërbejnë po mendimeve të egos, për botën e materjes, dhe herët ta vonë, edhe në qoftë se do të vazhdojnë duke ushqyer botën kapitaliste, pra egon, përsëri do të vi koha që detyrimisht këto gjëra do të largohen, sepse kemi hyrë në zhvillimin e ri të afatikor për ndërgjegjësimin ton të lartë, për të lidhur me dashurinë pa kushte, për të lidhur me paqen, atë se shpjegova deri tani mos i përsëris, pra ne do të shkëputemi nga muret tull, me qëllim që ne të ndërgjegjësohemi në nivelin më të lartë të vetes tonë, të vetëdijsohemi për atë se çfarë ka ndodhur në veten tonë, me qëllim që të mos i përsërisin, dhe ndërkohë të ndihmojmë jo vetëm veten tonë, por dhe fëmijët tanë, gjeneracën e re, sepse kjo është tani do të hyjë në atë. A i keni dëgjuar që është gjeneraca e re e fëmijët e universit? Pra fëmijët e ri, të kuptoni që kjo është domosdoshme ta dini për arsye sepse ndoshta keni dëgjuar shumë etiketime që vijnë edhe nga roli i mjekësisë, duke i dhënë fëmijëve për të cilën kanë lindur në këtë shekull, pra shekull 21, mbas viteve 2000, që janë fëmijë me autizëm, pra dëgjoni etiketat që i bën pra mendja, sepse mjekësia vazhdon akoma me impulset e egos, me peshqisat, shikimi, dëgjimi, nuhatja, shihimi, prekja, pra me qëllimin dhe jo me ndjenjen, pra kanë vënë emrin autizëm apo mendime të çrregullta e të tjera, gjithsesi të kuptoni që ky fenomen shfaqet për arsye sepse në këtë kohë kemi një inteligjencë të lartë, jo vetëm nga njerëz që porzjojnë, si puna ime dhe ju nga gjeneraca e viteve 50, 60, 70, 80, që po lidhen
dashurinë e vërtet, me shpirtin, me burimin, pra sepse është vetë ku ne i kalojmë sfidat, ku ne i kalojmë mësimet shpirtërore, shpirti duam herë ta vonë, ne do të lidhemi me shpirtin tonë, herë ta vonë do të lidhemi. Po gjithsesi të kuptoni që është një inteligjencë e lartë, është pra një ndërgjegjësim i lartë, një inteligjencë e lartë, dhe ndërkohë edhe një pjesë e njerëzve janë të lidhur me një zemër të hapur. Pra në këtë rast, me të vërtet, njerëzit që janë lidhur dhe i shërbejnë planit hynor, por kjo vjen, pra ky fenomen i inteligjencës vjen e para është evolucioni që ne po kalojmë, pra ishte epoka e parë evolucioni industrial, tani evolucioni digital, pra çdo gjë është që të gjithë duke qenë se është kompjuteri, është ardhmja jonë, është ajo që ne bëhemi të vetëdijshëm, megjithatë jemi bërë të vetëdijshëm, pra është një ardhmje e re në zhvillim, por ndërkohë është që ne ndihmohemi dhe nga frekuencat e larta, nga energjitë e larta, kryengjët, për të cilën është që me të vërtet ajo që duhet të kuptojmë që ju tash, janë dy pyetje. Si do ta përdorim këtë inteligjencë? Pra që është në këtë kohë, është në afatin kohër, a do të vazhdojmë të ushqejmë mendimet materialisht, botën kapitaliste, duke ushqyer akoma mendimet e egos, apo do të përdorim duke i dhënë me të vërtetë këtë inteligjencë tonë, kapacitetit për të ndihmuar pra të gjithë mençurinë e mësimeve të universit, në këtë rast angjëjt, mjeshtat, kryengjët që i shërbejnë me të vërtet jetës së vërtet, jetës me kuptimin e vërtet të saj, sepse ne jemi qenie humane, të krijuar për të jetuar, për të mësuar, për të ndihmuar, për të mësuar dhe për të krijuar në njëri tjetrin, sepse ne që të gjithë jemi krijues. Por, a do ta përdorim këtë, pra siç e thash, për të vazhduar me mendimet e botë, për të zhvilluar botën kapitaliste dhe për të na krijuar probleme, kriza, sigurisht kriza tash dhe njerë do të jenë dhe do të jenë në zhvillim, sepse çdo ditë është diçka e re që kërkon zhvillim. Gjithsesi, të kujtoni që këto fëmijë që i kanë vënë emra, kujdes, i mbajnë në qetësi, mbajtja në qetësi të tyre, edhe shpesh ata janë duke përdorur tani edhe drogë, narkotik apo drogë e tjera, sepse kujdes bëhen si të shurduar, si të dobësuar, pra ose e përdorin që të jenë më aktiv në këto. Por kuptoni një gjë që ndoshta jeni ju prindër që jeni rritur me këtë mënyrë, ndoshta keni fëmijë tuaj të keni kujdes, se ju keni pas nevojë për një atmosferë më të qetë brenda familjes apo në shoqëri, sepse ju keni patur, ashtu sikurse edhe unë që e tregova, kemi pasur aftësi pra psikike, aftësi inteligjencë emocionuese, pra të ndjeshëm, por ndërkohë edhe me të vërtet ajo që dhe inteligjencën edhe emocionale, pra kemi qenë me të vërtet të ndjeshëm, por kjo ishte që tani edhe këta fëmijët, apo jeni bërë prindër, apo keni fëmijë tuaj, të keni kujdes që të punoni me ndjeshmërinë e tyre, të punoni me emocionet e tyre ju vetë, pra sepse këto është që ata duan atmosferë të qetë për t'i përdorur këto. Dhe një këshill që dërgoja, sidomos në Europën tonë, se këtu është droga më shumë, dhe për rinin është që ne duhet pra dhe po vazhdon, por ne si popull duhet të bashkohemi që të gjithë, sepse kudo në çdo, dhe sidomos në Shqipëri, të keni kujdes, sepse këta fëmijë të mrekullueshëm, tuajt, por edhe ju nëse keni pas këto gjëra dhe jeni tani në zhvillimin tuaj, të kuptoni që është atmosfera, ne duhet të lidhemi me veten tonë, ne duhet të lidhemi me të vërtet në veten tonë, me qëllim që të kuptojmë se çfarë ka ndodhur me ne, çfarë po kalojmë ne, dhe kjo na bën që të kemi kujdes dhe jo vetëm si vendim Shqipëria, por në të gjithë edhe në Europën ku unë jetoj, të shihet në vendin tonë, dhe kjo sigurisht është që ka akoma atmosferë të gabuar, duke qëndruar me ngulitje së të kaluarës,
dhe duke pritur rezultatin, ndërkohë që ne duhet të fillojmë të veprojmë dhe ajo që bëjmë sot do të na çojë nesër. Dhe kjo është pak a shumë ajo që ju do të ndiqni 6 zhvillimet e rëndësishme shpirtërore në këtë afat kohor, për të cilën një nga këto mrekulli është që unë po i zhvilloj dhe sigurisht unë nuk detyroj njeri, unë jap mësimet e mençurisë plot fuqisinore, por të jeni të sigurt, të jeni ju dhe vetëm ju që do të arrini në bukurinë e jetës nëse ju filloni të lidheni në brendësinë e vetes tuaj, hap pas hapi, me durim. Pra si që tash, fuqit për të arritur në veten tuaj të lartë është dorëzimi, është besimi në veten tuaj, është paqja juaj e brendshme, është dashuria pa kushte. Duke arritur këto mrekulli, ju do të arrini në bukurinë e jetës dhe për këtë të besoni dhe të jetoni me këtë besim çdo sekondë të jetës tuaj, sepse e keni në zemrën tuaj. Mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.